sa më shpejt që është e mundur, nesër shkojmë zgjedhje, nuk është ndonjë problem, edhe pse nuk e dëshirojmë. Zgjedhjet nuk i konvenojnë absolutisht askujt, as qytetarët e Kosovës, as partive politike. Sa i përket Partisë Demokratike, jemi të hapur, është dhënë një datë, është 15 qershori, sa më shpejt që është e mundur, nesër shkojmë zgjedhje, nuk është ndonjë problem, edhe pse nuk e dëshirojmë, absolutisht jo. Mirë po, jemi të gatshëm që nëse nuk ka ndonjë zgjedhje, normalisht e përkrahojmë çështën edhe të zgjedhjeve të parakohshme, të jashtëzakonshme, si duhet quaj. Mirë po, problemi është çka do të arrisim. Do të ndryshojmë pak numrat, do të kemi prapë një prezantim në Kuvendin e Kosovës dhe cila do të jetë praktika në tarmën. Pra, edhe zgjedhjet e ardhshme do të hapin një produkt, do të ketë një numër konsiderueshëm të ulësve në parlament, partitë të ndryshme politike, si do të jetë praktika e zgjedhjeve të rregone në Kuvendin e ardhshëm. Prandaj konsideroj që është shumë e rëndësishme që të ketë iniciativa. Iniciativa i takon shumicës parlamentare që është në Kuvendin e Kosovës. Nuk ka kreshnik asnjë sa i përket Partisë Demokratike, as jashtë aperdeve, as brenda aperdeve, asnjë takim, asnjë shkëmbim informacioni, asnjë kontakt, dhe kjo është e vërteta.